rruga nuk është tru, parat janë harxhu, kuvendi janë shkalon totalisht si parti opozitare, edhe unë personalisht si përfaqësues i një subjekti më të madh opozitar në kuvend, unë kam bërë shkrime për thuaj çdo ditë në Facebook, edhe kam bërë thirrje që të hetohen dikasterët e mundshme. Por unë mendoj se shumë shpejt ka me vepru organet e drejtësisë për çështjet konkrete. Keni mi po dhe ju që ne çka kemi trumbutu që 4 vjet ka qenë një realitet i aferave të mundshme korruptive. Në fund e kemi adresu një kontratë burimore, kontratë negociueshme, që i afrohet mbi 1 milion euro. Kjo është ka indicje edhe ka dyshime edhe këtu në mënyrë automatike duhet të vihet në lëvizje instrumentet shtetërore, sepse na e dim fare mirë pse bën kontratat një burimore të negociueshme. Kjo nuk duhet me ndodh, unë besoj shumë shpejt edhe shpresoj që dikush duhet ta marrë një përgjigje të përgjithshme për punët që i ka ndodhur Malishevës. Kemi të çështja e rrugës Bojnë-Lladrovc. Është 350.000 euro është vlera e rrugës, e cila sot ende nuk dihet ku kanë mbetur ato mjete. Nuk është kthy në kuvend me lyp një vendim tjetër, për me bombardje, do të thotë rruga nuk është tru, parat janë harxhu, kuvendi janë shkalon totalisht, qytetarët duhet kanë të drejtë që po pyesim për ditë pse këtu projekti nuk paralizohet. I keni adresu këto paragollësi, këto çështjet e cilat dëshani që ka kaq përdorime? Po, edhe i kemi adresu, edhe janë të hapur organet e drejtësisë për çdo rast që ju duhet, postimet të mia janë edhe publike. Organet, nëse në bie ka bën një shkrim publik për një çështje konkrete, organet e drejtësisë janë të obligume me thirr edhe në bien edhe kundo qoftë tjetër për ato çështje të cilat janë ngritur, se nuk janë çështje të vogla, po flasëm për një rrugë që i ka 350.000 euro, që sot rrugën nuk është tru, mjetët nuk e din ku janë shku, kuvendi nuk është pyet për ridestinim të aty në mjetët, këto janë gjendje reale që unë mendoj që do ta marrin epilog.